Policia e Vlorës ka goditur një rast të shitjes së lëndëve narkotike dhe ka arrestuar në flagrancë një 53 vjeçar, si dhe ka proceduar penalisht 2 bashkëpunëtorët e tij. Në një komunikim zyrtar, policia bën me dije se është zbuluar banesa që kishte marrë me qira 53 vjeçari në lagjen 10 Korriku për të fshehur lëndë narkotike dhe për ta përgatitur për shitje. Sekuestrohen nga banesa sasi kokaine dhe kanabis sativa, një peshore elektronike si dhe 3 celular. Në vim të punës intensive për parandalimin dhe goditjen e veprimtarive kriminale në fushën e narkotikëve, specialistët e seksionit për hetimin e narkotikëve të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, pasi kanë siguruar informacion për një rast të shitjes së lëndëve narkotike në qytetin e Vlorës, kanë organizuar punën për identifikimin dhe kapjen e autorëve. Si rezultat i veprimeve të shpejta hetimore dhe procedurale, u identifikuan 3 shtetas që bashkëpunonin për këtë veprimtari kriminale. Në vijim të veprimeve për rastin, u arrestuan në flagrancë shtetasi BL, 53 vjeç, banues në Maqedoninë e Veriut. U referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin AI, 31 vjeç, banues në Vlorë dhe KA, 27 vjeç, banues në Berat. Shtetasi Maqedonas BL dyshohet se kishte përshtatur banesën e tij me qira në lagjen 10 Korriku për fshehjen dhe përgatitjen e lëndëve narkotike, kokainë dhe kanabis sativa në sasi të vogla për shitje. Gjatë kontrolli në këtë banesë, ku u kapën dhe 2 shtetasit e tjerë, u gjetën sasi të lëndëve të dyshuara narkotike, kokainë dhe kanabis sativa, një peshore elektronike dhe 3 celular, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Vlorës për veprime të mëtejshme për veprën penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve.